Unë mund të them që po, jam treguar i dobët për shembull në momentet që është afruar, dhe unë kam haruar çdo gjë dhe kam thënë, e di çfarë, pse jo? Është gjitha u gocë e bukur, ka një personalitet shumë të fortë, por kur vjen momenti që shoh disa gjëra, si për shembull, mënyra si ktheu Jozin kundër meje dhe kaloi para nesh, kur ai po më hakërrej në dhomën e gjumit, mu duk shumë tinzare. Mënyra si qeshi në fytyrën time me Xhibanin, më duk sërish, dhe vazhdoja të largohesha, e thash unë kam mbaruar punë me të. Dhe pasi kishe kaluar pothuajse një muaj, u afrua aty. Ne këtu e ke provuar dhe vetë. Ke momente të dobta, ke momente që na merr malli për njerëzit tanë. Ke momente që dhe thua, e di që po të kam zemër, më xhan të kam, po. Kjo nuk do të thotë që kur bën diçka, pastaj unë them, po dakord, mirë, ti bësh të duash dhe unë këtu. Si për shembull që bëri sot në mëngjes, që dje ju luta për t'u sqaruar dhe më thash duku qërou. Ti e kupton qëndrimin e Bonës? E di ti që shumë... E vë veten? E vë veten, po si do ishe ndjerë? Kanë thënë dhe njerëz të tjerë që ajo të ka shfrytzuar ty.